Dhe pse sot është 70 vjeçe, Margarita Kolaj vazhdon të shërbejë me respekt të sumurve në zonën e Samrishtit, në njësinë administrative të Dajçit. Ajo ka më shumë se 4 dekada që shërben si infermiere, që nuk e cilëson profesion, por profesion për të dhënë mbështetje atyre që kanë nevojë. Unë kam 43 vite që punoj infermiere. Në atë kohë ka pas mungesë infermieresh. Unë kam punuar në komunë në statistika, por falë mbështetjes familjare, edhe vende punës që s'kishte, kam vazhdu shkollën. Në vitin 1983 kam fillu punën. Me motën që Zotin e ka falë jetën, ne luftojmë me shërbimin tonë t'ja zgjasim jetën. Gjatë punës së saj ajo kujton për mbytyjet që ka përjetuar zona her pas here, ku Margarita ka shërbyer pa orar në urgjenca të ndryshme shëndetësore. Nuk e kena pas lehtë, sepse është një jetë njerëzore. Kena has vështirësi në urgjenca. Na vishin një zgjendje shoku. Pas aplikimit të urgjencës, u kthesh në kushiencë, me besoni sa një jetë njerëzore në kushton, sa një pasuni botënore. Kur u qoshin, kopshin dorën, na pushtove jetën. Çdo punë e imja ka qenë në shtëpia, 24 orë në 24 orë. Çdo urgjencë, çdo injekcion, çdo vaksinim në shtëpia i kanë bërë shërbimin, edhe shërbime tjera mjekësore. Falëndimës së Zotit kam sfidu shiun, borën, akullin. Falëndimës së Zotit kena sfidu ujin me lunëra duke bërë shërbim. Asnjë vdekje nuk kena pas. Është vetëm dashnia, pasioni që ka njeri për njeriu, me kështu jetë njeriu. Unë se kam vetën të me hiç, edhe po të vdisë nuk kisha problem. Vetëm të pushtoj jetë njeriu. Dhe pse në moshë pensioni, për Margaritën vitet nuk kanë rëndësi kur bëhet fjalë për të gjendur pranë komunitetit. Ajo thotë se e nis ditën herët të mëngjes dhe vazhdon të punojë për atë shkollë sa zona të ketë nevojë për ndihmën e saj. Unë nisi qysh mëngjes, kur të si ata ka nevojë. Ditë, natë. Tesh si jam këtu, te në për zonë, në për të betmuar, mushuar, ju mas tensionin, ju kontrolloj ilaçet, vazhdoj mas edhe jo tensionin, derisa gjendja të stabilizohet. E dërgoj macet tensioni, e dërgoj doktorit, edhe shkon e ndryshon mjekimin. Pra janë krejt lishëm, janë krejt gëzum, kur ka një njeri këtu që shërben. Me besoni, unë nuk jam asgjë, vetëm dashuria që unë kam për ta, që ta t'jeni mirë, t'jeni shërbim, dinjitos, si njeri, unë jam e gatshme, çdo orë, çdo minutë, çdo ditë t'i shërbej. Unë baj veç detyrën, nuk e kam për asgjë. Infermierja ka dhe një mesazh për infermierët e ri që sot vendosin të zgjedhin këto rrugë humane. Komunizmi të jetë në jetën njerëzore në çdo kohë. Pacienti të jetë në qendër të shërbimit. Personeli shëndetësor bëjnë pamundren me shpëtu jetë njerëzish. Pa kur fare interesi të smurve të kthehet shëndeti. Margarita Kolaj është një shembull pozitiv pasi humanizmi për një infermier nuk je mosh për një zonë si Samrishti, nga e cila shumë banor kanë emigruar dhe ku të moshuarit shpesh mbeten të vetëm. Puna e Kolajt bëhet edhe më e vyer dhe më e rëndësishme për komunitetin.